Thash bujar, tut në të nëzonë gjallë, se plumi kur të merë tjetër gjën. Tha kam një alti, edhe tha i bi veti edhe i gjallë, nuk u bi ndodë. Shqyrësin e ka falë Zoti këta djemë, onë e manë në Kosovës. Në ka njek shumë i herë, po të në edhe kur unis lukta ranë, ta dem jasharit u halakat në djemë. Me më kalëzu ujke nuk më thej ke fërtë, se qashtu s'kish qemë më patë më shtume. Me gjithë se e patat vullnet, edhe gjithë në të pika ku jënë konë e kish me mësy, bile një dit i thash bujar, tut në të nëzonë gjallë. Thash se plumi kur të merë tjetër gjën. Tha kam një alti, që i kish pas dvogël, edhe tha i bi veti edhe i gjallë, nuk u bi ndodë. Kur e more vesh që ka ra heroikisht, djali sot heroikisht? E kom marrë vesh mes i më shku në Shqipni. Atëherë dhe dit nuk në kalëzun, po më të thonë drejten, e disha që shokona e si pa u lajmëru, se ne pak nuk në kalëzun e dy prindve. Po që me bo, u duft me qëndruë, kur e mora vesh. Shqyrësin e ka falë Zoti këta djemë, onë e manë në Kosovës. Inshallah, ata si janë ra, në lavditë e Zotit e gjithë, po edhe këta si janë gjallë, krejtë shqiptarët kofshin bekum. Shqyrësi i dulen shkaut për balë, i patëm kësi djemsh.